Përshëndetje, shikues të nderuar. Sonte me mua do të jetë neurologu Blerim Miftiu. Blerim, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Blerim, sonte do të flasim për trurin, sepse e di që një ditë e jotja fillon të pik me trurin. Jo. Që ka e vështirë tema, pra. Dua ta njohim Blerimi si njeri, duke marrë parasysh gjitha ato libra dhe përvojën tonë profesionale. Blerim, tregom si fillon një ditë e jotja duke pas parasysh që dita jote tipike është truri. Ka hapësirë aty pak për humor? Ka gjithmonë hapësirë për humor, po faktikisht dita kur merresh me një profesion të caktuar dhe i ke obligimet e zakonshme ditore, fillon me obligimet e zakonshme ditore. Prandaj ne zgjohemi herët për shkak se sistemi publik shëndetësor fillon punën herët, kështu që duhet të jemi në ora 7:15 në punë, kështu që zgjohemi me dojmos herët me zilen patjetër, sepse ende po më duket që nuk jemi në moshë kur zgjohemi pa zile. Kështu që duhet patjetër zilja e telefonit ose orës të cingrojë në mënyrë që të zgjohemi ashtu me zi dhe të shkojmë në punë, po na detyron një klikim që duhet ta bëjmë çdo mëngjes në klinikë, kështu që ta bëjmë çështje administrative, por normalisht që pjesa e brendshme e ditës është e mbushur vazhdimisht me aktivitetet që kanë të bëjnë me punën, me trurin, jo vetëm me trurin, po edhe me palcën e kurrizit, edhe me pjesë të tjera të sistemit nervor. Kështu që puna e përditshme prej tanës deri të shtunën faktikisht është e ngjashme. Dhe brenda ditës mund të ketë variacione. Dhe pikrisht kjo është ndoshta pjesa më e bukur nëse i punon në klinik ku ke edhe kolegë të tjerë që punojnë njëjtë si ti dhe mendojnë njëjtë si ti dhe merren me problematika të njëjta. Unë faktikisht para se tisha pjesë e klinikës, para se tisha pjesë e sistemit publik, kam provuar edhe pjesën e të punuarit në një spital privat për 6 vite vetëm në atë pjesë. Mirëpo me kalimin e kohës ajo të qenit një neurolog i vetëm në një ambient të madh spitalor, ku nuk ke ndoshta ke muhabet të përbashkët me shumë profesionistë të tjerë, qoftë infermier, qoftë mjek, qoftë pjesë tjerë të administratës, por mungesa e një neurologu tjetër që flet në mënyrë të njëjtë ose mund ta qash një hall ose mund bosh një konsult për një problematikë të ngjashme, kom vrejtë që me kalimin e kohës kërkon atë dhe pastaj është inkorporuar edhe pjesa tjetër e cila faktikisht ka qenë plotësuese asaj mangësie që ka ekzistuar në vitet e para. Edhe çdo herë është më mirë kur mendojnë 10 koka se sa vetëm një kokë, dhe çdo herë je më i përmbushur në aspektin profesional. Pjesën e faktikisht duhet ekziston ajo pjesa rutinë e cila duhet të kryhet, pra ajo pjesë në cilën ti duhesh. Përgjigjet e pjesa që të pyeta ka pak humor në përditshmërinë tonë, sepse unë ta njoh sensin e humorit, se punojmë bashkë dhe di humor ka gjithmonë. Prandaj kjo është ajo që në një ambient ku ka njerëz të tjerë të cilët të flasin gjuhën e njëjtë profesionale, gjen edhe shtosat e tillë, sepse nuk mund të jenë shtosat e përbashkët me kirurgun edhe të neurologut për shembull. Ato janë një dimension tjetër, ne jemi një dimension tjetër, domethënë kemi ato fushëveprimet e ndara. Kështu që për atë arsye kur je në një ambient kur edhe takoni njerëz të ngjashëm, pacientë të njëjtë, dalin me dojmos humora që kanë bëjnë edhe me vetë njëri tjetrin. Humore të bardha, normal, fore të bardha. Dhe dita përndryshe nuk kalohet tjetër që është pas humor, se nuk është edhe ajo përshtypja që ndoshta mund të kenë 7-8 orë punojnë vazhdimisht. Nuk është punë vetëm 7-8 orë. Tregom si ndikon humori do të në sistemin tonë nervor. Humori gjithsesi ka shumë hulumtime ose që ndërlidhen tash me psikologjinë dhe me neurologjinë që me dojmos pozitivitetin, energjinë pozitive, humorin, buzëqeshjen, promovojnë si faktor që ndikojnë në mirëqenien e përgjithshme. Dhe gjithsesi këto e promovojmë edhe ne kur po flasim për humorin, gjithmonë kategoria e pacientëve me të cilën ti ballafaqohesh janë të tillë që kanë nevojë për pak humor. Unë ti e din, punoj shumë ngushtë në pjesën e paraditës me pacientë të cilët vujnë nga skleroza multiple. Dhe këtu kemi pacientë të cilët janë të moshës re. Në moshën 18 vjeçare, në moshën 25 vjeçare, në moshën 30 vjeçare duhet t'ia kumtosh një lajm, të cilin shpeshherë këta njerëz të ri lexojnë në internet dhe në
faqe të ndryshme, marrin gjithmonë informatën e cila e selektohet informata negative, dhe vim pastaj me atë disponim të tyre të zymë, të errët. Imagjinoni tash një 25 vjeçare një arkitekte të diagnostikoni me sklerozë multiple dhe se çfarë ndryshimi në jetën e saj do të jetë kjo, ose një vajzë të posamartuar që planifikon ndoshta shtatzani dhe për një herë merr një informatë që duhet marrë një terapi që do ta shtyjë shtatzanin. Pastaj keni prindët këtyre njerëzve të ri, të cilët sikur çdo prind vjen dhe brengosë se çka ka fëmia im dhe çka do të ndodhë me fëmin tim në të ardhmen. Dhe tash imagjinoni të jetë biseda me këta njerëz ashtu në mënyrë të ftohtë brenda kufive, brenda teknikaliteteve. Shikoni ju, na kemi parë kaq vatra në trurin e juaj, kjo do të jetë kështu, ne duhet ta bëjmë një procedurë që është marrja e lëngut truno-shpinor nga shpina juaj, dhe pastaj ju pas një jave do të vini në kontroll, ju lutem shkruani në mesazh, pastaj do të vini. Dhe çka do të jetë vetëm kjo sjellje, si do të ndikojë te gjendja ose psika e tij kjo sjellje, dhe si do të ndikojë gjithmonë një humor, një buzëqeshje apo një paketim i informatës që do të përfshijë në vete edhe humor, edhe asociacione, edhe gjëra të tjera e kështu me radhë si është ajo. Dhe fatmirësisht kemi edhe i njeh infermierët tonë të cilët janë zakonisht të mirë dhe buzëqeshëm ose të prirur për të bërë humore. Ose nuk janë vetëm këta njerëz të ri, po janë edhe njerëz të cilët janë në një moshë të caktuar, të cilët fillojnë të harrojnë, fillojnë të vërkejnë vështirësi në lëvizje, dhe është e pashmangshme që mos të shtojmë një dozë të humorit, buzëqeshjes, të hajgares, të marrjes me të mirë. Dhe mbi të gjitha është që paketimin e informatës mendoj që duhet ta bëjmë në mënyrë pozitive. Qoftë ajo edhe një smundje shumë e keqe ose shumë e pashërueshme ose progresive që shpesh ndodhen në neurologji, po ta japim ndoshta një këndvështrim tjetër, një bardhësi në mënyrën se si e japim atë informatë atij ose asaj. Diçka po do mund lidh pikërisht te kjo diagnozë, sepse tash së fundi jemi duke bërë një hulumtim së bashku edhe një gjë që kam vërej tek pacientët, sidomos pacientët që janë në moshë më të shtyr, që kanë predispozita me pas ndryshime shumë më të mëdha klinike, e kalojnë shumë më lehtë se sa të rinjat. Dhe kjo më duket për shkak më shumë të informacionit, për shkak se mosha e shtyr nuk kanë shumë me lexu për diagnozën dhe e kalojnë më duket më lehtë. Ndërsa mosha e re janë super të informuar dhe po e shoh që po e ka një impakt shumë të rënd tek pacientët, apo? Besoj që është mundet me qenë edhe ajo faktor. Faktori tjetër mund me qenë nëse nisem tash nga vetja. Ndryshe e kisha pranuar një diagnozë po të ma kishin vendosur tani, dhe ndryshe e kisha pranuar një diagnozë po të ma kishin vendosur para 20 viteve, kur i kom pas 23 vjeç. Kështu që sepse me kalimin e kohës mendoj, supaku personalisht mendoj se fiton atë bindje që me do e mos do të smuresh. Dhe me do e mos tash do të vdesësh gjithsesi, të cilën nuk e ke në mend ndoshta kur je në moshën 23 vjeçare, apo duket diçka shumë e lartë vdekja. Por edhe smundja duket shumë larg në moshën 23 vjeçare, sepse shpeshherë kur dikujt të ri i thu ti ke këtë smundje, shpesh kthehet me përgjigjen, po unë deri në këtë moshën nuk kam pas asnjë problem. Përgjigja masanej logjike i vjen, po s'ke pas, po tash mund të kesh ose do të kesh. Kështu që për atë arsye ndoshta ajo sa më shumë që kalojnë vite, fitohet ajo përvojë domosdoshme në jetë, dhe sa më shumë që shkon në një moshë më të madhe, mbi 40 ose mbi 50 vjeçare, atëherë normalisht që afërsia e smundjes afrohet. Se ke diku mbi 50, jo, po e theku me 40, sepse po e marr veten si shembull, kështu që nuk po e adresoj askën. Kështu që pas moshës 40 vjeçare, pra mund të jetë sepse ato që ka po punojmë bashkë është grup mosha e re. Rrallë kemi pacient mbi moshën 40 vjeçare që po i intervistojmë dhe po i hulumtojmë, domethënë më shumë po merremi me persona që janë nën moshën 40 vjeçare, sidomos me grup moshën 20 deri në 30 vjeçare kur është populacioni më i madh. Kështu që është fakt, sepse gjenerata e re, ajo që tha edhe ti pak më herët, gjenerata e re ka qasje në internet, në ChatGPT, në Google, dhe posa e klikon diagnozën, merr informata sa dynjaja për smundjen e vet, qofshin gabume, qofshin të sakta.
Kurse ata të cilët janë, e tash po them, mbi 50 vjeçare, që nuk kanë shumë afërsi, nuk kanë shumë afërsi me teknologjinë. Sepse edhe ajo një moshë e re. Shumë, do ta klasifikoj, e mora mesazhin, kështu që do të jemi më i kujdesshëm për pjesën tjetër. Pra ata që janë më të shtyrë dhe nuk kanë atë afërsi ndoshta me teknologjinë, nuk e merr atë informat dhe e pranon të mirëqenë. Kjo ndoshta ti mund ta dish edhe më mirë sigurisht këtë situatë, gjenerata e 50-ave, gjenerata dalë nga lufta me probleme post-traumatike, kështu që pranimi i një informate për një diagnozë mund të jetë shumë më e pranueshme sepse i gjori ka kalu kush e disa gjëra të tjera në jetë dhe është sprovu me probleme të tjera dhe tani vjen një situatë e tillë. Kjo mund të jetë e para, mendoj. E dyta, ato që e ceka mund të jetë një shpjegim, po gjithsesi që mësosh që diçka nuk është në rregull me jetën tonë apo nuk do të jetë në rregull, sigurisht që nuk është, ka me ndryshuar nga rranja probleme. Për shkak të specifikave edhe rëndësisë, po duhet të pyet çka të ka shtyr ta marrësh neurologjin, apo ka qenë sigurisht dashuria në shikim të parë, apo kurioziteti për me ditë më shumë mbi trurin e njeriut? Nuk ka qenë dashuria në shikim të parë, as në dytën, as në tretën. Ka qenë dashuri e cila ka rrjedhur me kohën. Faktikisht, në moshën 18 vjeçare, nuk kam qenë shumë i prirur për me studiu mjekësi. Mosha 18 vjeçare ka qenë viti 99, 2000, me njerë mas lufte. Dhe pastaj, unë gjithmonë kam menduar se do të merrem me marrëdhënie ndërkombëtare, me diplomaci, me gjeografi, me histori, me gjëra të tilla. Keni punuar edhe në televizion? Da, tema sa ne kom kompenzu ato traumat e mosmarrjes me atë punë duke punu 3 vite në Koavizion, vitin 2005-2008. Tash rrallë kush e mban atë mend atë kohë. Kështu që, sepse si fëmijë, ajo dekada e luftës e 90-ave ka qenë me lajme, me politikë, me zhvillime, me njohjen e çdo presidenti, çdo kryeministri, çdo rrethane, se çka është Këshilli i Sigurimit, e çka është gjëra të tilla. Kështu që kam pas një prirje për të marrë me atë pjesë, por pasi përfundon lufta, imagjinoni vitin 2000, nuk ka shumë opsione, nuk ka media, nuk ka rrjete sociale, nuk ka. Edhe ti thush dikujt tash unë do të studioj shkenca politike në vitin 2000, ndoshta përgjigja nuk ka qenë presioni prindërve, mos të keq kuptohet, por ti thush dikujt po shkoj në fakultet arteve ose po shkoj në shkenca politike, e kishe hetu atë përgjigjen ose atë kontrapyetjen e po çka. Dhe pritja ka qenë që ose do të bëhesh mjek ose do të bëhesh inxhinier në atë kohë, pa shmangshëm, duke pas atë edhe pse tash shqyr ka ndruk kjo pjesa. Dhe tash shqyr që kom marrë këtë vendim edhe asnjëherë nuk jam i pendum. E pastaj gjatë fakultetit të mjekësisë, ato vitet e para nishi, dyshi, ata lë, mos ta lë, ata ndroj, mos ta ndroj, pastaj jo psikiatër do të bëhem, vjen viti i 4 kur e lash psikiatrin kështu që nuk është për mua. Me të vërtet këto është t'jesh psikiatër? Kam tash t'jem psikiatër ndoshta në vitin e parë, dytë. Kjo ka qenë ndoshta nga ajo që mos bëhem kirurg, mos shoh gjak, mos shoh ato, mos shoh këto dhe hajtë bëhem psikiatër se aty mas paku ka ndoshta me këtë mjekësin klasike lidhje. Po pastaj një ndryshim i mendimit dhe mendoj që mas anej kur jam njoftu pak me lanë klinike në vitin e 4 me neurologjinë e psikiatrinë, atër kom vendos me marr neurologjinë dhe fati ka dash që kom pas mundësi me zgjedh neurologjinë në Stamboll kur kom shku për specializim dhe ja ku jemi. Dhe mendoj që mirë kom bo. Do thot tash nëse kthen në retrospektiv vendimin për të shkuar në fakultetin e mjekësisë dhe për ta marrë pastaj specializimin në neurologji, nuk kam asnjë pengesë. Kjo është rahatia tash jeme shpirtërore dhe rahatia profesionale që pas një gënjeshtër apo falsitet, po e them që shqyr që nuk kom marrë diçka tjetër. Definitivisht lëndë kirurgjike nuk ka qenë ndonjë opcion që të merrem me kirurgji. Dhe prej lëndëve internistike definitivisht jam i kënaqur me neurologjinë, sepse pak a shumë është çështja, shpeshherë kemi një paragjykim ose një gjykim dedikuar të saktë nga të tjerët, çka bëhet në neurologji, njeriu shkon në neurologji dhe vdes, shkon për të vdes. Është fakt që shumë prej smundjeve neurologjike janë progresive, nuk kanë ndonjë terapi shumë të kënaqshme, nuk kanë ndonjë terapi shumë efikase, shumë të suksesshme. Po në anën tjetër ka edhe shumë zhvillime të tjera që për shembull brezi im tash mund ta trajtoj një smundje që profesorët tanë para 20-30 viteve nuk kanë mund ta trajtojnë atë smundje, që nuk e dim
që pas 20-30 vjetëve ndoshta neurologët e tjerë do të trajtojnë plotësisht dhe shumë sëmundje të tjera dhe ndoshta pas 50 viteve neurologjia do të jetë lënda që i trajton sëmundjet, pra do të largohet nga ajo nga i paragjykim që nuk trajtoni asgjë ose nuk shëroni asgjë. Kështu që për atë arsye i larg asaj, po kjo farë funksionimi i trurit, anatomia, sikur matematik, me kaq bëjnë kaq, kjo farë parashikueshmërie, po edhe shumë pa parashikueshmëri të tilla e bëjnë sfiduese, por fakti që është një lami e ngushtë, megjithatë, që merret me problematikat e caktuara, por ka një laramani shumë të madhe brenda lamisë së ngushtë. Domethënë ju keni një kokëdhimbje si migren, ku njeriu është plotësisht funksional dhe keni një Alzheimer në anën tjetër që është plotësisht me kognicion dhe me sjellje, me gjykim të rënum. Pra keni kaq dallime brenda një lamie të ngushtë ku një herë shihni një vajzë të re me migren dhe më një herë pas saj hin një zoj e vjetër me Alzheimer ose me Parkinson, e bën edhe interesante. Diçka Kështu që vendimi duhur, kushdo që dëshiron neurologji le të studion neurologji. ndodhë derim të vi një pacient me ankesa shumë të mëdha klinike apo të rënda dhe në fund ke përfundu duke i thënë pije një kafe dhe relax dhe gjithçka është mirë. Po nduket që kohëve të fundit po ndodh më shumë kjo sepse ajo që ngatrohet ende me neurologjinë është psikiatria. Dhe sidomos i kemi disa patologji të përbashkëta. Për shembull, shumë persona vujnë nga çrregullimi i ankthit, edhe në kuadër të çrregullimit të ankthit kanë shumë simptoma trupore. Pra një person që vun nga çrregullimi i ankthit mund të ketë kokëdhimbje, mund të ketë marramendje, mund të ketë pimje dorës, mund të ketë pimje të kamës, mund të ketë vështirësi në urinim, shpesh banjo shkon, domethënë ti kur e shikon brenda neurologjisë pothuajse çdo simptomatologji ka dhe brenda mjekësisë çdo organ e ka të smur. Prandaj shpeshherë kur fillon, ndoshta e kam gabim, po në vija të trasha, nëse një person në vizitën e parë nuk e cek një simptom specifike tipike dhe nuk ka një vazhdimsi ajo, 1, 2, 3, dhe nëse del prej kësaj, pra numërohen 7-8 simptoma të ndryshme dhe 7-8 organe japin simptomatologji, me siguri shumë të madhe bëhet fjalë për çrregullim të ankthit dhe këtij personi mund t'i them lirisht shko pi një kafe dhe kënaqo ose nuk po duket që ka diçka neurologji. Po fillon këtu, po ma qet këtu, po përfundon këtu, a? Zakonisht, nëse ti mas 10 minutave ja bën me njëherë këtë përgjigje, zakonisht ti nuk do t'jesh mjek i mirë edhe do të kërkon neurolog tjetër. Edhe do thotë që as nuk më dëgjoj, as nuk i kushtoj rëndësi simptomave të mia. Kështu që megjithatë duhet dëgju dhe duhet ta bëjmë një minimum të ekzaminimeve që na i kërkojmë, mirë po duhet me informu se me siguri shumë të madhe nuk janë probleme organike. Shpeshherë i them, fal, ti nëse ke problem, zemra po rrej shumë shpejt.
mushkënjit po ngulfatesh nuk po mundesh me marr frym. Barku po fryhet nuk po mundesh me hangër asgjë. Kam tu kam pije po djersiten vazhdimisht. 2-3 herë në ditë po shkon për nevojë të mëdha në banjo. Atëherë je shumë një baksuz i madh, në qoftë se edhe zemra, edhe mushkënjit, edhe zort, edhe nervat periferik tu kanë dëmtu. Domethënë, duhet me e bind që është një emrus i përbashkët ndoshta në tru, një adrenalin që po jemnon në lëvizje të gjitha këto patologji dhe problemin duhet me të mirë me ja shpjegu që duhet me kërku diku tjetër. E jo, po shpesher lehtësohet puna sepse vinë zakonisht me një folder pacientët që janë bërë shumë egzaminime të tjera që pastaj i lehtëson atë gjykimin ose vendimin për ta orientuar në vendin e duhur. Tregom diçka si balancon mes kësaj përditshmërie kaq të ngarkuar emocionale, sepse na e dim që pacienti patjetër lën një impakt te ju, pavarësisht këto diagnoza aq të rënda, sidomos kur kemi të bëjmë me moshat e reja, janë shumë të prekshme. Ku e gjen atë balancin që balancon mes kësaj edhe një jete të qetë? Tash me kalimin e kohës mendoj që puna jon shkon në rutinë, kalon në rutinë. Kështu që nuk mund të them që spoku personalisht dhe mendoj edhe shumica e kolegëve të jem besim në ndikimin e spitalit vazhdimisht edhe kur shkojmë në shtëpi. Tash duhet të jemi të sinqertë. Edhe ne bëjmë një punë sikurse bankieri që bën një punë ose sikur gazetari që bën një punë dhe përfundon atë punë. Vështirësia është që ti po merresh me jetë të njerëzve dhe që vazhdimisht gjithmonë fatkeqësia është që gjithmonë njerëzve duhesh me dhonë në shumicën e kohës lajme jo të mira, sepse njerëzit nuk vinë me na pa për çef në spital, po vinë me na pa për shkak të halleve. Dhe ato hallet e tyre janë trupore. Tash shkojnë te avokati po ashtu për shkak të halleve, mirë po te avokati nuk kanë atë vujtjen ndoshta fizike dhe shpirtërore kur shkojnë te avokati, po kanë probleme të tjera pronësore ose ku e diun. Kurse te neurologu te mjeku vinë për shkak të halleve trupore, dhe nuk vjen vetëm pacienti, vjen edhe familja që vun bashkë me pacientin. Prandaj nuk është se nuk ngarkohemi, por shpesh reflektojmë, sepse ndonjëherë një prej gjërave që lën mas shumë të përshtypje është që kur e merr atë tablon thu 1981, mosha jeme. Ose 2021, mosha e vajzës. Ose mosha e këtij ose atij. Dhe pastaj normalisht që ndikohesh, por besoj që me kalimin e viteve po vjen ajo përvojë ose ajo shprehi që përfundon me kaq, edhe përfundon me orar, edhe pastaj jashtë orarit vinë gjana të tjera. Unë po mundohem që puna më mbyll në orar të punës, me përfundu në orar të punës, edhe pse nuk është e mundshme gjithmonë, sepse edhe mas orarit ka ndonjë thirrje ose diçka, por në kuadër të menaxhueshmës. Dhe pas orarit të bëhen gjëra të tjera. Dikoj e pa të lexuar që këpucat janë shumë me rëndësi për jetën e një personi dhe shtrati, sepse 8 orë punojmë me këpuca, 8 orë është shtrati me rëndësi sepse flejmë dhe 8 orë duhet të kemi do këpuca të rahatshme sepse kemi aktivitete tjera. Kështu që ndarja e orareve mendoj që është një prej elementeve të rëndësishme, se përndryshe nuk kemi qysh me shpeshherë njerëz po mpyesin ndoshta se ka vendin pse nuk ke ordinancë private. Sepse unë punoj edhe publikisht, punoj edhe privatisht në orë të caktuar në vend të caktuar. Nëse ke ordinancë private, mendoj që bëhesh pengi ordinancës private, sepse në ordinancë private duhet mendosh për termine, fatura, shpenzime, inspeksione. Pse mos punoj ma shumë, sepse pas ka mundësi të punoj ma shumë, hajt punoj edhe 2 orë shtesë, hajt punoj edhe 1 orë ma shumë, hajt punoj edhe një ditë vikendi ma tepër. Kurse kur je në një institucion që i ke të rregulluar këto çështje administrative, ekonomike, inspektoriale, kështu me radhë, ti e ke orarin fiks dhe nuk mendon përveç termineve të tua për diçka tjetër, atëherë mund ta kufizosh edhe ditën tonë. Mirë, po do me thonë, ose ke një sistem tonin jetësor që e ke, kur ke ndonjë ngarkesë bën skip ato edhe kalon për shembull një kohë tu lexu, për shembull ecjen, vrapimin, stilin e jetës e ke ndryshuar prej ngarkesës, ka pas impakt e ti apo e ke të njëjtën, vetëm që këtë punës e mban në kornizë të mbyllur dhe vazhdon pjesën tjetër. Kjo pjesa e jashtë punës është shumë e
përcaktuar nga edhe obligimet e tjera familjare, do thotë nuk ushtrimet, aktivitete se janë gjithmonë në shërbim të dikujt tjetër. Çështja është që mundohem punën ta përmbyllim me punë. Një çështje tjetër është që unë e fik telefonin pas dite. Do thot tash me Viber dhe WhatsApp ato nuk po arri me i fik, sepse duhet me i lidh me një numër tjetër sigurisht në të ardhmen, por telefonin mas ditës zakonisht e fiki. Shumë i bezdisht. Dhe nuk e mendoj që telefoni është diçka që secili në çdo moment duhet me pas qasje te me telefon. As unë nuk pres dikush tjetër me pas qasje në telefon, zakonisht dërgoj mesazh, kur e shem mesazhin, kur është i lirë ma kthen një përgjigje. Sepse telefoni është bezdi mu përgjigj gjithkujt që telefonon. E kuptoj që telefonon nga halli shumë kush, por kohëve të fundit zakonisht komunikimin me pacienti kom bart në metoda tjera, do thot Facebook, Instagram, LinkedIn, email, sepse ajo ta jep një komoditet që ti t'i lexosh mesazhet kur ke një kohë të lirë dhe t'ju kthesh një përgjigje kur kanë kohë të lirë, sepse për emergjenca ekziston emergjenca. Nuk do t'jem unë ai që përmes telefonit do t'ja shpëtoj dikujt tjetër në telefon. E dyta, fikja e telefonit automatikisht e bën pasditën të lirë, që pasditja mendoj që duhet të kalohet, tash sidomos nëse jeni familjar, nëse keni fëmijë, duhet të kalohet të t'jepet një shembull fëmijës se si kalohet pasditja, si të kalohet kohë me to, si luhet me to, si të vrapohet me to, si dilet natyrë, si eset me to, sepse kaq përfundoj puna. Dhe pastaj është fakt që brenda 8 orëve ndonjëherë punë nuk përfundojnë, por mund të gjendet gjithmonë një orë në mbrëmje ose në darkë ose që të kryen edhe do punë të tjera, sepse me dojmos që strikt brenda 8 orëve nuk mund të kryen gjitha punët ose ka gjithmonë obligime që dalin edhe jashtë orarit të punës. Edhe mendoj që pjesa juaj më e bukur apo më relaksuese është fleta. Blerta e solli fletën në jetën e juaj. Tregom diçka një përjetim si prind. Fletën e pritëm shumë dhe fleta erdhi më në fund, kështu që ka 3 vite e gjysmë tash që jeta është e pas ditës është ndryshu. Dhe fleta ka qenë një faktor i rëndësishëm që për me e bo ndarjen në mes të punës dhe mas ditës. Ta themi haptas dhe sinqerisht. Do të thonë edhe më përpara ka ekzistuar. Dhe di që mbon shumë strikt edhe kur është çështja tek pasditja është komplet e blertës edhe e fletës. Absolutisht. Pasditja do të thot edhe gjatë përgatitjes dhe marrëveshjes me ty e ke vrejt këtë gjë, do thot pasditja vetëm nëse është diçka shumë e jashtëzakonshme dhe shumë e domosdoshme mundohem ta largohem ose t'i lë ato, po përderisa nuk ka diçka të tillë, atëherë pasditja e takon fletës. Tash fleta ka një rutinë, të cilën na e kemi mësu, po edhe ajo e ka përvetësuat rutinën që ajo duhet të dalë të luajë me dojmos mas orarit punës, pra mas dite, së paku 1 orë e gjysmë, 2 orë në lodra. Ajo duhet pastaj, pasi që përfundon lodrat, ta ketë një regjim të gjumit edhe të flejt pushoj, ose shkoj të ha diçka. Kështu që krejt pasditja, kur them ato që ndonjëherë pasditja nuk mund ta organizojmë siç dëshirojmë ne, krejt pasditja është e indeksuar në bazë të orarit të fletës. Dhe si e ka orarin ajo, ashtu edhe ne i adaptohemi atij orari. Kështu që pasditja për këtë arsye ka rëndësi tani dhe mu më ka fut tash detyrimisht në një obligim, edhe në një obligim jo, po në një orar të caktuar që sikur në punë shkoj në orë të caktuar dhe duhet të dal nga ora e caktuar, normalisht që duhet ta kem atë orar edhe për fëmijën. Gjithmonë e marr, unë komujt me punu edhe mas dite deri në 8 të mbrëmjes. Gjendet punë për të bërë deri në 8 të mbrëmjes. Mirë po, pikërisht për shkak të kësaj dhe për shkak të një modeli ose të një kalimit të kohës, ne duhet shpesh dëgjojmë kështu ta përgjithësisht shpesh dëgjojmë nga kolegët e mi që kanë fëmijë më të rritur, dhe gjithmonë kur pyesin se si është fleta, unë them kështu, këto e bën, këto se bën, këto nuk mund ta voj. Fleta është fëmia më e bukur në klinikën tonë prej sa. Sigurisht, me gjaz. Edhe gjithë mirëmi me fletën. Dhe gjithmonë nga të tjerë të marr ato, po sa shpejt do të rritet fleta, edhe do të merr malli për këto ditë, edhe nuk kemu pendu për kohën që nuk e ke kalu me fëmijën. Janë 3 elemente, domethënë që prej ditës parë, pra që 3 vite e gjysmë unë dëgjoj nga të tjerë. Tash kur dëgjoj nga të tjerë këto fjalë, atëherë sigurisht mendoj që kanë një rëndësi, edhe kanë një përvojë që sigurisht nuk janë marrë vesh gjithë ata të tjerë, mu mi thonë fjalë të njëjta.
Po sigurisht secili nga ajo e kalumja dhe nga përvoja e vet po e thot të njëjtën gjë. E vërtet Blerim, sepse nga njerë vrapojmë pas gjërave për mi arrit njët dhe lajmë shumë gjana mbrapa duke mos i shijuar. Pikrisht është kjo, sepse të njëjtën kohë nuk po mundesh me arrit edhe me studium, edhe mu marrë me familje, po nuk e pate një shtyllë mbështetëse, që sigurisht edhe ti do t'jetë Blerta një shtyllë për krahase e jote. Kështu që për atë arsye unë nuk po du ta bëj gabimin e një dhe prandaj rritjen e saj ose zhvillimin e saj, ato nevojat e veta, kërkesat e veta, vrapimin që duhet ta bëj, lazdrimin që duhet ta bëj, duhet ta shijoj dhe ta kaloj me to. Dhe normalisht Fleta nuk kishte ndodhur pa Blertën, sepse Blerta është një person i cili ka dediku veten për me e rrit dhe për me e zhvillu Fletën. Do më thonë ajo ka qenë një Unë mendoj që ajo është edhe një shtyllë shumë e fortë e jotja. Patjetër. Ajo ka punu deri në momentin kur ka kemi vendos për shtatzani dhe ka ndodhur shtatzania, dhe në momentin kur ka ndodhur shtatzania ajo ka vendos që ta le punën e vet, ta le karrierën e vet, edhe ti përkushtohet Fletës. Edhe ta lind Fletën dhe pastaj pas lindjes ta shohim. Një sakrificë shumë e madhe. Dhe pastaj pas lindjes Fletës, ajo vazhdon me e zhvillu, me u kujdes dhe me eduku Fletën në radhë të parë. Dhe vazhdon me qenë afër saj dhe vazhdon ende të mos mendoj për punë, duke u sakrifiku dhe duke i lënë anash ose duke u vetmohu në shumë aspekte të tjera profesionale, sociale, e çfarë do tjetër. Dhe vazhdon edhe në 3 vite e gjysmë të kaluara t'i jap atë dashuri, edukim, mënyrën e të ushqymit, mënyrën e zhvillimit të gjitha. Është faza kryesore e zhvillimit të fëmijëve. Dhe tash është çdo lloj falënderimi që mund t'i shprehet Blertës është e pakt. Çdo lloj shpërblimi që mund t'i jepet është e mangët. Dhe ajo mjafton ta di dhe besoj që e kupton dhe mundohemi ta shpreh që mirënjohjen që e kemi, Fleta ende nuk është mirënjohëse sigurisht, por besoj që do një ditë do t'jetë, por ne të tjerë sigurisht jemi shumë mirënjohës. Kështu që Fleta është ajo që faktikisht 90% i Blertës dhe 10% im që mundohem që pas ditën. Prandaj duke pa tash një prind nanën në këtë rast që merret aq shumë dhe i jep aq shumë dhe përmbahet nga aq shumë gjana për një vajzë, për fëmijën e vet, normalisht që mund takon që në pjesën e mbetur nga punë, ta jap minimumin e asaj të cilën po ja jep nana. Prandaj kjo është mendoj mesazhi që edhe baballarët çka mund të bëjnë, po në anën tjetër edhe të kufizohemi edhe ne tash nga disa ambicjet tona, nga disa synime që i kemi, t'i lëmë pak anash sepse sigurisht që këto vite do të kalojnë dhe do të vinë vite të tjera kur një fëmijë do të jetë pak më i madh, do të kemi hapësirë pak më të madhe, sepse nëse tash duhet një kujdes i vazhdueshëm 24 orësh, kur t'i bëjnë moshën 13 vjeçare nuk do të ketë ndoshta nevojë për kaq shumë kujdes. Blerim, do na japësh një këshill të ngrohtë, të thjeshtë për trurin. Si të kujdesemi për trurin? Tash kujdesi për trurin faktikisht është diçka që po fillon nga lindja dhe nga hapat e parë, nga vitet e para. Domethënë ato të cilat nuk i kemi bën ne, nuk po i bëj unë për veti, tash pak më parë po mundohemi t'i bëjmë për vajzën dhe po mundohemi t'i bëjmë edhe për fëmijët e tjerë të ri. Shpeshherë gabimi i shpesh që po ndodh është që psova sulm në tru në moshën 50 vjeçare e lash duhanin. Shumë bukur. Bravo. Fillova me shtu peshë në moshën 35 vjeçare, tash i lash hamburgerat, i lash sheqernat, i lash ushqimet e paketuara. Shumë bukur. Faktikisht gjitha studimet kur po flasim për Alzheimerin, demencën, smundjen e Parkinsonit, smundjet degenerative e kështu me radhë, mënyra e të ushqymit, mënyra aktiviteti fizik, pesha, të gjitha këto fillojnë nga mosha e hershme. Domethënë shprehja të cilën ne kemi si fëmijë për të ushqyer. Kështu që kur nuk është vonë, të filloni të merreni me aktivitet fizik, të ushqeni shëndetshëm, mos konsumoni gjëra të panevojshme, ta balanconi këtë jetën që mundum ta japim mesazhin në mes të punës dhe jetës,
por përderisa për juve që mund të jeni të rritun dhe që vendosni për gjërat e juja, filloni të mendoni edhe për fëmijët e juj, në mënyrë që të jepni edhe atyre një shtyllë të mbar, po që nga fillimi. Sepse formimi atyne gjandrave, adipociteve dhe jamore që kanë mequr në obezitet fillon që prej vegjëlis, nuk fillon në mas moshës 20 vjeçare, 30 vjeçare, prandaj nuk zhvillohet obeziteti ma vonë, po fillon nga fillimi. Kështu që gjitha këto domosdoshmërisht pastaj do të ndikojnë në tru. Nëse do të kemi një tru të shëndetshëm, vitin e kaluam ishin ato 14 faktorë të modifikueshëm që u publikuan për një shëndet të mirë trunor. Në mesin e tyre është hipertensioni, në mesin e tyre është diabeti, hiperlipidemia, obeziteti, duampiria, dëgjimi, të pamunit, aktiviteti fizik, edhe disa të tjerë që nuk i përmenda, e të cilët ne duhet t'i kushtojmë rëndësi që prej fëmirisë, moshave të fëmirisë, jo ma vonë. Blerim tregom, të ka ndonë ndonjëherë që ndonjë pacient të bëj të qeshësh me lot nga mënyra e përshkrimit të simptomatologjisë të tyre? Ka histori çuditshme, histori ndryshme, histori që ndërlidhet, nëse e kombone këto, prej që ati momenti ka fillu kjo, do më thënë ndërlidhja, gjithmonë është tendenca që me ndërlidh diçka me diçka, me arsyetu. Do më thënë gjithmonë tek personat ajo përshoh është që më ka ndodhë kjo, e kom bo këto dhe pastaj filloj kjo, që ndoshta nuk kanë lidhje kohore ose nuk kanë lidhje kauzale, po rastisht ka qëllu koha tjetë e përbashkët dhe pastaj është kriju një farë lidhje e tillë. Për shembull, shpesh ndodh persona që kanë kognitive. A ke ndonjë histori me nda me neve? Ka histori të çuditshme, të shumta, pastaj për shembull fillova me kokdhimbjet. Njerëz kanë kokdhimbje shumë shpesh, kanë migrenë shumë shpesh dhe ata vazhdimisht krypin një arsye pse po më dhem koka dhe ajo nuk ka ndonjë arsye, për shembull, që ka ndodhur diçka dhe po dhem koka, duhet kuptojnë që koka dhem, sepse edhe ajo është një smundje sikur smundjet e tjera, që është ndodh sulmi në tru, ndodh dhe kokdhimbja, dhe kokdhimbja mund ta keni me vitet e tona. Kështu që histori të çuditshme ka gjithmonë, ka simptomatologji interesante, qesharake, bëjnë me qesh, ndonjëherë edhe përshkrimin, edhe unë kur tentoj me dhënë ndonjë shpjegim, tentoj me marr shembuj, tentoj me marr shembuj të ngjashëm i cila i bën të kapshëm ata pse kanë një problem. Krahasoni ka ndodhur një luftë në Kosovë dhe tash është detyruar me intervenu KFOR-i dhe na me pas një KFOR këtu në mënyrë që smundja mos me qu kokë. Prandaj edhe ilaçin po i japim juve në mënyrë që smundja juaj mos me qu kokë. Nëse nuk e japim ilaçin, pra nëse e largojmë KFOR-in nga Kosova, atëherë kush e di se çka ndodh. Mund ndodh prapë një luftë. Kështu që KFOR-i duhet me mbajt situatën e qetë në terren, që mos t'i mësy dikush prapë Kosovës në të ardhmen, por njëkohësisht edhe ilaçin që po i japim organizmit juaj. Interesi politik me njëherë, me luftë, me diplomacinë. Duhet pak me botë të kapshme. Kështu që edhe ilaçin që po i japim duhet në smundjen e juaj me mbajt në qetësi. Nëse e tërheqim ilaçin, atëherë ka mundësi që smundja aktivizohet. Kështu që mundohem të jem praktik, t'jap shembuj të kapshëm, sesa që vazhdimisht flas me teknikalitete. Blerim tregom çka do të thotë për ty lumturia. Elementi shumë i rëndësishëm i lumturisë është që me bo punën që t'jep kënaqësi. Sepse tash secili prej neve kemi një profesion. Nëse ai profesion bëhet me një papritesë, do të thonë ti më tha si kalon dita. Kalon dita, qohem herët në mëngjes. Mirë, po kur qohem herët në mëngjes, nuk pritoj mu të çu derisa të qohem prej shtratit, por nuk pritoj masanej me shku në punë. Nuk pritoj mas mëngjesit e di që do të pi një kafe me disa njerëz që do të bëjmë një gjysore hajgare dhe pastaj do të fillojmë punën tonë të rutinë dhe në fund ditës prapë do të takohemi dhe prapë do të bëjmë pak hajgare. Tash fati ndoshta kom qellu në një klinikë të mirë të neurologjisë, ku nuk ka animozitete, nuk ka krah, nuk ka grupe, nuk ka njerëz që nuk flasin me njëri tjetrin. Sigurisht që nuk duhemi njëjtë secili me njëri tjetrin, dikon e dojmë më shumë, dikon e dojmë më pak, por spaku në publik dhe kur takohemi bashkë nuk kemi aso grindje. Ndoshta edhe ky është një element shumë pozitiv. Por lumturia është baraz me ato që mos të kesh pendesa, mendoj, dhe mos të kesh dhe të kesh kënaqësi nga dita që e kalon. Kështu që mendoj që jam me fat që po e bëj një punë që
po kënaqem, nuk është se diçka po më jep ndaj farë stresi, nuk ki pendes për partnerin, bashkëshortën, fëmin, ke po ashtu një kënaqësi në shumicën e kohës edhe jashtë orarit të punës, edhe në orarin e punës, do me thonë kur them ashtu tash mos tingëllojmë se jemi super të kënaqur, lumtur gjithmonë 24 orë na kalon kështu, por mungesa e ndonjë problemi dhe pendese, mendoj që e bën, tash nuk e di që nuk e ka secili fatin me zgjedh profesionin që e don, me u shpërblyj mirë për punën që e bën. Ka sigurisht që ata njerëz pastaj sigurisht që do thonë janë të palumtur, me vedi ose pa vedi. Prandaj kjo mendoj që mund kishte më qenë thjesht definicioni. Një këshill për mbrojtjen e trunit dhe për shëndetin e trunit. Ushqimi i mirë, i balancuar, pa ushqime të ultraprocesuara ose të superprocesuara, kujdesi për peshën trupore, aktiviteti fizik i rregullt dhe trajtimi i problemeve kronike kardiovaskulare dhe cerebrovaskulare. Kujdesi për hipertensionin arterial nëse ka trajtimi, kujdesi për diabetin, trajtimi i hiperlipidemisë ose hiperkolesterolemisë, shmangja e duhanit, shmangja e langjeve të procesuara, gazuara edhe të langjeve energjike, konsumimi i alkoolit fare, to do të ishin hiq, do më thonë kohëve të fundit është hiq, sepse deri tash ka qenë moderuar, mirë po tash hiq, edhe këto evropian, do më thonë po e mbështesin. Këto janë këshillat kryesore që për një shëndet të mirë trunor. Mirë, po si të balancojmë, apo si ditë të i kalojmë traumat, apo streset e përditshme që i kemi? Po nuk ka ndonjë rëndësi nëse konsumojmë diçka prej këtyre që te i kalojmë dhe balancojmë. Streset e përditshme që i kemi, streset e përditshme duhet ta ndrojmë vendin, dhe unë të kaloj në vendin tonë dhe ti të kalosh këtu dhe pastaj unë do të pyes ty e ti do të përgjigjesh si ti te i kalojmë. Okej, jo unë sot s'poja përgjigje me qenë si në emision të amin, unë sot vetëm do të marrë pyetje. Kerim, faleminderit që solle veten këtu me ne, përveç asaj anës tonë profesionale, zbuluam edhe shumë pjesë nga ana jote personale. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe një herë për ftesën, kënaqësi gjithmonë. Shpresoj të shihemi në emisionet e radhës. Patjetër, me kënaqësi.